Ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian miratuan një zëri në Bruksel raportin e konkluzioneve për grup kapitullin e 4 të negociatave me Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama në një reagim në rrjetet sociale shkruan se ky është një tjetër hap i rëndësishëm drejt anëtarësimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian. Shqipëria nuk ndalet, një tjetër hap i rëndësishëm drejt anëtarësimit në BE. Sot, më 11 qershor 2025, Shqipëria mori dritën jeshile për hapjen e negociatave për grup kapitullin 4, agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Ky vendim i vendeve anëtare të BE-s konfirmon përgatitjen tonë dhe progresin konkret në rrugën drejt familjes europiane. Ky është një hap tjetër drejt Shqipërisë 2030, vend krenar i Bashkimit Evropian. Grup kapitulli 4 përfshin fusha shumë të rëndësishme për ekonominë, biznesin dhe që prekin drejt për drejt jetën e përditshme të qytetarëve. Sipas qeverisë, përmes negociatave të këtyre kapitujve, Shqipëria pritet të bëjë hapa konkret drejt ndërtimit të rrugëve më të sigurta dhe moderne, përmirësimit të ndërlidhjes rajonale dhe europiane, garantimit të furnizimit me energji të pastër dhe të përballueshme, si dhe mbrojtjes së mjedisit për gjeneratat e ardhshme. Pozicioni negociues do t'i paraqitet konferencës së 6 ndërqeveritare me Shqipërinë, e cila do të organizohet në një datë që do të shpallet së shpejti nga presidenca polake e Këshillit Bashkimit Evropian. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë vlerësuar zhvillimin e reformave që janë të rëndësishme për anëtarësimin e vendit tonë. Komisionerja për zgjerimin Marta Kose ka vlerësuar Shqipërinë si një vend pararoj në procesin e zgjerimit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor.